Bumi i blerjeve të apartamenteve nga shtetasit e huaj si Çek, Polak, Rus apo Ukrainas nuk është më trend në tregun imobiliar të Durrësit. Blerësit më të rëndësishëm tashmë për agjencitë imobiliare janë emigrantët nga Shqipëria, Kosova apo Maqedonia e Veriut. Por ndryshe nga vite më parë, ku shtetasit shqiptar që jetojnë në Perëndim mblinin apartamente për të pushuar gjatësinë së verës në Durrës, tani ata investojnë në pasuri të paluajtshme për t'i lëshuar me qirafat shkurtra. Ka absolutisht huaj që vinë, janë të pakët në numër, ai vrulli i madh nuk është më. Këto fenomene i kemi shumë herë më të rralla në përgjithësi, por ajo që shihet është që emigrantët shqiptarë, sidomos flasim ato që të Kosovës, Maqedonisë për edhe të Shqipërisë, kanë vendosur që të blinë diçka në qytetin tonë, por jo më tashmë ajo tradicionalja që e blej për vete dhe e mbaj një javë kur vi unë një herë në vit, por e blejnë, e posedojnë pra pronën, po nga ana tjetër dhe e japin për qira ditore. Kthimi i Durrësit në një destinacion të vizitueshëm në çdo stin të vitit dhe rritja e ndjeshme e numrit të huajve që vizitojnë qytetin mbretëtar i ka shtyrë shumë nga qytetarët që disponojnë apartamente të dyta apo të treta t'i listojnë ato në Airbnb. Aktualisht, shumica e vizitorëve të huaj në Shqipëri preferojnë qirat afat shkurtra në vend të hoteleve, gjë që ka bërë që numri i apartamenteve Airbnb në Durrës të rritet në mënyrë të frikshme. Është rritur jashtëzakonisht shumë. Për 3-4 vite fund ka pasur një shifër jashtëzakonisht shumë të madhe dhe shohim treg tashmë pra kompani të ndryshme, agjenci të ndryshme, të cilat merren me menaxhimin e pronave. Ashtu sikur si thash, zona me kërkesën më të lartë vazhdon të jetë Volga dhe qendra e Durrësit dhe pa diskutim zona e plazhit, pra fillon nga ura Dejlani deri në qerret Kavajës, sa më afër plazhit, aq më lart është kërkesa dhe mundësia për ta dhënë apartamentin me qira ditore gjatë sezonit turistik. Ndërkohë që Volga dhe qendra e Durrësit punojnë 365 ditë të vitit. Numri është nuk mund të flas dot, por po themi ka shkuar 300%. Parashikimet e operatorëve turistik flasin për një tjetër sezon veror të suksesshëm. Dëshmi kjo e fakti se biznesi i apartamenteve me qira afat shkurtra do të vijojë të jetë fitimprurës.